Drejtoria rajonale e AMP-s së Vlorë Gjirokastër ka marrë masa ndaj shefit të krimeve të policisë nëpërmjet Dhurim Tçenko, i cili ka pasur dyeni për abuzimin e një vajze 16 vjeçare nga një rkuj saj, një heras polic, si dhe nga një koleg i tij. Për Tçenko ka nisur një hetim për shkelje të rënd disiplinore dhe ai është speculluar nga detyra. E mitura abuzohej prej 3 vitesh nga një rkuj saj polic me inicialet BP, punonjës në policinë e Përmetit, ndërsa Artur Ago, punonjës në policinë e Tepelenës, e kishte ngacmuar seksualisht. Ngjarja u bë publike në 18 shtator, kur në rrjetet sociale qarkulluan mesazhe shantazhuese që lidhin policin Artur Ago me abuzimin e të miturës. Në këtë skandal u përfshin gjithashtu Kristian Prifti, 46 vjeç, dhe Isi Pasho, 47 vjeç, të cilën tentuan të shantazhonin policin Ago duke i kërkuar 12.000 euro për të mos publikuar një video në një emision investigativ. Deri më tani janë arrestuar një rkuj vajzës, Pajtim Baka, Kristian Prifti dhe Isi Pasho, ndërsa Artur Ago është padhur në kërkim. Autoritetet theksojnë se hetimet vijojnë për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë dhe për të zbardhur të gjitha rrethanat e këtij abuzimi të rënd.